Humbje madhe për artin botror ndëron jetë në moshën 97 vjeç. Mbretëresha e pikave, Yayoi Kusama, artisti avangard japoneze Yayoi Kusama, një nga figurat më ikonike dhe më të suksesshme të artit botror në botë, ka ndruar jetë në moshën 97 vjeç. Lajmi u bë i ditur zyrtarisht nga kompania e saj, Yayoi Kusama Inc., më 27 gusht 2026, duke sqaruar se artistja u nda nga jeta në 14 gusht në një spital në Tokyo, sipas deklaratës Kusama. Vazhdoi të pikturonte me pasion deri në ditët e saj të fundit, pa e lëshuar kur penelin nga dora, nga spitali psikiatrik në majat e artit botror. Historia e Kusumas është sa tragjike aq edhe frymëzuese, që nga viti 1977 me vullnetin e saj të lirë ajo u zhvendos të jetonte përgjithmonë në një spital psikiatrik në Tokyo për shkak të sfidave të vazhdueshme me shëndetin mendor dhe halucinacionet e rënda vizuale. Ajo e përdori artin e saj abstrakt si një formë terapie për të përkthyer vizionet e saj mendore në kryevepra vizuale. Ajo bë famshme globalisht për instalacionet e saj magjepse Infinity Mirror Rooms. Dhomat e pafundësisë me pasqyra si dhe për përdorimin e pafundëm të pikave shumëngjyrshe në skulpturat e saj të kungujve. Veprat e saj të roqën miliona vizitorë në muzet më të rëndësishëm në mbar botën dhe u shitën në ankande për shifra rekord që arrin në miliona dollar, duke bërë atë artisten femër më të shitur në histori. Ndarja e saj nga jeta shënon fundin e një epoke të artit rebel, avangard dhe vizionar, duke lënë pas një trashëgimni të pashlyeshme që do të vazhdoj të frymëzoj breza të tërë. Ajo jetoi me dëshirën e saj të plot në një spital psikiatrik ku kishte ndërtuar edhe studion e saj të artit. Yayoi Kusama nuk bënte thjesht art abstrakt, krimet e saj ishin një mekanizëm mbijetese, që në moshën 10 vjeç ajo vuante nga halucinacionet vizuale ku bota rreth saj mbulohej nga pika dhe drita. Për të mos u çmendur, ajo filloi të pikturonte këto pika duke krijuar konceptin e saj të famshëm të vetë asgjësimit. Mbretëresha e pikave, pikat e përsëritura u kthyen në firmën e saj artistike, duke mbuluar nga kanavacat e thjeshta deri tek ndërtesat e tëra apo bashkëpunimet e mëdha të modës me marka si Louis Vuitton. Dhomat e pafundësisë, këto janë instalacione me pasqyra, drita dhe ngjyra që krijojnë iluzionin e një hapësire të pafundme, të cilat u kthyen në sensacion global në muzet më të mëdhenj të botës. Kungujt gjigant, skulpturat e saj të famshme të kungujve me pika të zeza janë kthyer në disa prej veprave më të shtrenjta të shitura ndonjëherë nga një artiste femër.